Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut në futboll sonte do të luajë ndeshjen ndaj Letonisë në kuadër të Ligës së Kombëve. Përfaqësuesja e vendit shihet favorite në këtë duel pasi nga 3 takime të luajtura në të kaluarën ka fituar që të 3 dhe nuk ka postuar asnjë humbje. Të përzgjedhurit të seleksionuesit Blagoja Milevski kryen të gjitha ushtrimet e duhura në seancën zyrtare dhe të fundit para këtij dueli, teksa mungesat të Zajkovit, Serafimovit, Trajkovskit dhe Çurlinovit do të detyrojnë shefin e stafit teknik të Maqedonia të bëjë disa ndryshime në formacion në krahasim me ndeshjet e kaluara. Enis Bardhi në konferencën e mbrëmshme konfirmoi se është gjithçka në rregull me të dhe do të jetë i gatshëm për lojë pasi kapiteni ditëve të fundit kishte një viroz. Maqedonia në këtë duel kërkon vetëm fitore dhe konfirmim të vendit të parë në grup dhe çdo rezultat tjetër do të ishte një hap fals gjatë këtij rrugtimi të këtij kompeticioni. Aktualisht, ekipi përfaqësues i vendit kryeson grupin me 4 pikë, duke lënë pas vetes Armeninë, Letoninë dhe Ishujt Faroe. Takimi Letoni-Maqedonia e Veriut luhet sonte në stadiumin Skontë duke nisur nga ora 18. Nga Riga e Letonisë për televizionin Shenja, Aziz Sahiti.